Zëmi i Kuvendit kryet, formimi i qeverisë kryet pas dite. Brenda një dite. Nesër miratohet ligji për buxhetin lexim parë, pas nesër lexim dytë, sepse në procedurat për shpejtume ka pas raste ku janë kry këto. Pra, nëse ka vullnet politike dhe marrëveshje, çdo gjë ndodh pit prandës drejt hanën Arben, kryet kjo punë. Ideja është që sot i kemi 30 ditë nga ky moment për çështjen e presidentit, që është besoj aspekti më i rëndësishëm që po e pret vendin dhe unë po e shoh vetvendosen kështu nga jashtë që as që është të lodhë për punë presidentit. Ajo ka prioritet e ka me bojë qeverinë, sepse edhe unë menoj që ka të drejtë politikisht se presidenti si takon veç vetvendosis. Pra është koncept ose pozicion në cilin duhet me bo kretë partitë përfaqësuese në kuvend. Do është i takon me i thirr opozitën, me ul, me fol, me e gjetë një zgjidhje, por unë me të drejtë nuk po e shoh që është shqetësim i Kurtit çështja e presidentit. Në çka tregon kjo Fidan që do të kemi president apo do të kemi president? Jo, unë nuk e thash se s'do të kemi, e thash nëse nuk po preokupohet partia me 58 deputet. Pse duhesh, a dim pse? 57 kërkoj falje. Po edhe 58 me a dim pse s'preokupohet, që të jap dy arsye. Pse na duhet këtë fokusin me pas se çka thot Albini për punën presidentit? Pse duhet me pas? Sepse Fidan deri me 5 mars, domethënë me 4 mars është dita e fundit kur duhet të propozohet një presidente. Prej kujt? Prej partisë më të madhe kam përshtypjen. Është vërtet. Mund me bë 30 deputet me nënshkrim edhe me bë propozim. Jo, procedura bën. Është vërtet procedurë që është. Procedurë. Që ky është problemi. Procedurale. Procedura është vërtet.